Kursia e emergjencës që të çon drejt Spitalit të Vlorës është kthyer në një shqetësim të përditshëm për qytetarët, por edhe shërbimet emergjente. Që prej krijimit të saj, kjo rrugë mbetet pothuajse gjithmonë e bllokuar nga automjetet, madje edhe në ditët normale të javës. Situata bëhet edhe më e vështirë gjatë festave dhe periudhave të ngarkuara, kur trafiku në zonën përreth spitalit rritet ndjeshëm. Autoambulancat, të cilat kanë nevojë të arrijnë sa më shpejt tek pacientët, përballen me vështirësi të mëdha për të kaluar nëpër këtë rrugë. Shumë herë, për shkak të automjeteve të parkuara, por edhe trafikut të dendur, kalimi i tyre në rast emergjenca është pothuajse i pamundur. Banorët dhe familjarët e pacientëve kanë shprehur shpesh shqetësimin e tyre për vonesat që mund të shkaktohen në situatat emergjente. Po kursi emergjentës duhet hapur, duhet direkt e lirë. Parkojnë automjete shumë. Po, Ka pengesë? Po si s'ka pengesë, është fillon. Emergjentja duhet jetë e lirë. Dhe dholligji që kjo jote dhe imja, duhet jetë ka urgjent tek në spital. Kaq. Pse është bërë atje apo? Është bërë diçka. Po ku ja mushmene po po. Duhet jetë e lirë. Po patjetër e lirë. E lirë derisa është urgjent, kupton për njerëzit smur, për probleme, duhet jetë e lirë, po ne jemi komilik. Si thua nëna? Duhet jetë e lirë, s'bën se urgjenca nuk pret sa të kaloj unë ndeja. Do kaloj me shpejtësi. Ka shumë automjete të parkuara, gjë që pengon autoambulancë. Po. Kjo sjell rrezik për jetën e njerëzve. Sjell. Ne që jemi të moshuar nga kapi. Ja te ke, si të bllokuara rrugën. Ja. Faktikisht ja te ke. Ajo është për të smur, për njerëz pleq, kupton si mos ajo. 18 vjeç kupton, pengohet në një rrugë të drejtë, jo aty që vë makinën ai. Faleminderit. Mungon domethënë logjika e njeriu. Ose shteti nuk vë dorë, nuk ka. Shteti ka rregulla i shtetit. Problemi shtohet edhe nga mungesa e ndërhyrjes së policisë bashkiake, e cila në shumicën e rasteve nuk ndërhyn për të liruar korsinë e emergjencës. Sipas qytetarëve, që nga momenti i krijimit të kësaj kursie nuk ka patur asnjë rast kur autoambulancat të kenë kaluar pa pengesa dhe shqetësime problematika. Ndërsa shëndetësia dhe siguria e pacientëve nuk duhet të varen nga fatet e trafikut, ekspertët e komunikacionit dhe qytetarët kërkojnë me këmbgulje ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të siguruar lirinë e kursisë së emergjencës, duke vendosur masa konkrete si ndëshkime për parkimet e gabuara dhe praninë aktive të policisë në zonë. Ndërkohë, pas zgjedhjesës së organizuar nga bashkia me grupet e interesit të transportit publik, duhet pritur 2026, pasi sipas kryebashkiakes, rruga Lidemi që të çon drejt spitalit do të ketë kursi të dedikuar për emergjencat, por ndryshe nga ajo aktuale, kursia do të zhvendoset në mes. Rruga e Spitalit është një rrugë që sot është kthyer në risk të lartë për shkak të pengesës që ka qarkullimi i ambulancës aty, edhe gjithashtu edhe hyrja e spitalit që nuk është gjithmonë aksesueshme nga parkimet e gabuara. Dhe të gjithë ne jemi të këtij mendimi që kjo nuk mund të zgjidhet nëpërmjet burimeve njerëzore të policisë, sepse policia pavarësisht gjobave nuk po na shkojnë gjikundi, domethënë nuk është zgjidhje, po vendosim gjobë, po nëpërmjet gjobave nuk përpiqemi të edukojmë njerëzit, po prap është e njëjta histori. Në të gjitha këto kushte, të gjithë propozimet e ardhura nga grupi i punës, stafi i bashkisë, drejtoria e urbanistikës, infrastrukturës, sektori juridik, të gjithë jemi ulur edhe kërkuam të parashtrojmë të materialin e grupit të punës, e përgatitur nga drejtoria e policisë dhe ekspertë qarkullim tërgor, që këta kanë inspektuar në rrugën e spitalit, kur kanë propozuar kufizim edhe kursi emergjence, nuk kanë lejuar parkim në dy anët dhe kanë rekomanduar një semafor inteligjent po aty.